Arkitektura vazhdon të mbetet një nga degët më të kërkuara për maturantët. Për të bërë pjesë e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, kandidatët duhet të kalojnë testin e pranimit, i cili zhvillohet më 19 gusht dhe ka peshën kryesore në përzgjedhje. Zhvillon për 3 programet e studimit, që është programi 5 vjeçar masë shkencor në arkitekturë profili arkitekt dhe profili urbanist. Të dy janë programe 5 vjeçar, pra nuk janë të ndara për ta bërë të qartë tek maturantët. Gjithashtu është dhe programi bachelor në interior design. Kërkesa është mjaft e lartë në fakt në Fakultetin e Arkitekturës. Vjet kishim 400 kandidat. Fakulteti i Arkitekturës për këtë vit ka 100 kuota për arkitekturën, për urbanistikën ka 50 kuota, ndërsa për dizajnin kemi 30 kuota. Nga eksperienca e viteve të kaluara, ata që kanë dalë fitues në programin e arkitekturës, profili arkitekt ka një mesatare mbi 9. Përtej konkurrencës, mbetet një nga degët me perspektivën më të mirë të punësimit. Studentët mund të punësohen që gjatë viteve të fundit të studimeve, fal kërkesës së lartë të tregut. Kanë mundësi sepse tregu ka kërkesë mjaft të lartë dhe në fakt shikohet edhe që Shqipëria është një kantier ndërtimi. Tregu është i gjerë jo vetëm në sektorin e projektimit, por është mjaft i gjerë në sektorin edhe në pjesën e ndërtimit, në aspektin e ndriçimit, në aspektin e mobilimit. Zhvillimi i inteligjencës artificiale nuk duhet të shihet si një kërcënim për profesionin. Programet e inteligjencës artificiale janë mjete që e bëjnë punën më të shpejtë, por nuk zëvendësojnë krijimtarinë dhe aftësinë e arkitektit, pohon Panariti. Programet e inteligjencës artificiale nuk janë gjë tjetër vetëm një mjet. Pra nëse ne dikur kishim dorën, lapsin, gomën vizore, më pas vizatimin me kompjuter, programet që ne përdorim në arkitekturë, inteligjenca artificiale është thjesht një mjet tjetër për të paraqitur punën tënde dhe është një profesionist do ta drejtojë atë në rrugën e duhur. Dhe do ta arrisi më shumë profesionalisht, do t'i japi më tepër kohë, do t'i japi më tepër variante. Aplikimet për testin e pranimit zhvillohen paralelisht me përzgjedhjen e programeve në e-Albania, ndërsa kandidatët duhet të plotësojnë edhe formularin e veçantë për konkursin e pranimit. Me konkurrencë të lartë, kuota të kufizuara dhe një treg pune që kërkon specialist, gara për një vend në këtë fakultet pritet të jetë sërish e fortë këtë vit akademik.